Përshëndetje, miq, shok, vëllezër, dashamirë, ku do që jeni, pranoni përshëndetjet e mia nga unë, Ramadan Reka, prej Kopenhagës, Danimarkës. Do me thonë që sot do t'ja u kallëzoj një ndodhi se si i zbulova pemrat e shëndosha apo të trasha. Sepse me vetën pemrën a je trash nuk të kallëzon, se i vjen një nati, por une e bëra një taktik tjetër edhe për më zbulue a janë të holla apo të trasha, e përdora këtë taktik. Edhe kur hyna me një live, i përshëndeta, po une i përshëndeta thash përshëndetje për të gjithë pemrat e trasha. Edhe kur kanë krisë komentet aty në do ma bëshin mirë se erdhe vlla, do përshëndetje yll, do përshëndetje ma bëshin i mrekullueshëm e kështu në që të gjithë pemrat e shëndosha apo pemrat e trasha më shkruajtën, kurse ato të hollat nuk shkruqen, se une nuk thash i përshëndes të gjithë, po une thash i përshëndes të gjithë pemrat e shëndoshat apo trasha. Edhe krisën aton edhe do më thonën aty i zbulova se cilat janë pemrat e trasha e cilat janë të zajta apo të dopta, se as një pemër e zajt nuk më shkrujke, se nuk ke përshëndetja për pemrat e zajta, po ke vetëm për pemrat e shëndosha. O kështu që i zbulova me taktik cilat janë pemrat e shëndosha në atë live. Kështu që pak hajgare, pak shaka, ju e dini që unë jam humorist edhe kam qef gjithmonë jetën të qoj i buseshur, i lumtur, me argëtim, me disponim, me humor. Edhe aty në live t'ja fillun me qeshje, me bëhe gare, thanë qysh kjo veç pemrat e trasha pi përshëndet ka të zajta atjo, kështu që edhe live-in e argëtova, e disponova, por edhe i zbulova se cilat janë pemrat e trasha, sepse vetëm pemrat e trasha më thoshin mirë se erdhe yll, mirë se erdhe vlla, mirë se erdhe kështu ashtu, kejt ato zumë më përshëndet, zajtat as një së më përshëndeti.